Jemi tek siguria, policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 2 persona të dëshuar për përfshirjen në krime ndaj popullatës civile gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Sipas njoftimit policor, arrestimi është kryer në Zubin Potok. Klan Kosova mëson se të arrestuar janë Milkjo Bisevac dhe Momiri Jaksic. Ata dyshohet se gjatë periudhës së luftës kanë kryer veprime kriminale ndaj civilëve shqiptar në rajonin e Mitrovicës, ku si pasojë janë vrarë 23 persona. Saktësisht, klani mëson se varrimi i viktimave kishte ndodhur në Kalluder të Zubin Potokut, ku gjatë ditës së djeshme u lokalizua vendi i dyshuar si varrezë masive. Policia nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me identitetin e të arrestuarve apo rrethanat e rastit, ndërsa bëhet e ditur se me vendim të prokurorit të shtetit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. Rasti mbetet nën hetim nga organet kompetente. Policisë doli me